Krejt që ka Allahu të jep në xhenet të përmbush mjaftueshëm. Dhe nuk ka mundësi dikush me qenë banor i xhenetit e me qenë mrena i zbraz diçka që kish pasjef me pasë se ka. S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. E çysh ndodh kjo po? Çysh ndodh kjo po? Allahu xhallahu ala i qetson rrobat e tij. Për mëna gjithë të dallime ndërregje, edhe ai që është poshtë njët i përmbushur, fare se një mungesën pëse sërë që ajnalët atë japëtën. Nga se në dunja që shumë është, ama kjo se një. Dalimet janë për shkak deprave, sigur se e sjarojmë mirë, po nuk shkakton pezëm, nuk shkakton zbrasti. Mjafton që Allahu me i thonë robit, jam i kënaqur me ty dhe asë njerë nuk të prek hidrimi im. Që kjo fjallë në rrugëzër është fjalla më madhështore, më qetësuese, më lumturi prurse për besimtarin që e pret ditën e gjykimit. Këtë Allahu më të thonë, ti kom pranu veprat, je shpërli për punët e tua, apo përfundoj sprova, përfundoj detyrimi, përfundon obligimet, tash vazhdojnë në argëtim e jetë mirë, apo a nuk është kjo që të bën me i disponum? Ja, lexoni librin tëm, librin e nderit, librin e kënarisë, librin e të arritur dhe të suksesit që Allahu xhallahu ka pranu veprat apo. Do në libër që gëzohesh me lezu për Allah azza wa jall, ku i ka mbulu tmetat, i ka falë mëkatet dhe i ka shumëfishu shpërblimet për punët e mira. Vallahi këtu në reale. Këtu në reale se çfarë do premtimi në dunja që ti e dëgjon. Nëse kjo është fjallë Allahut dhe këtu janë premtimet e Allahut azza wa jall. Dhe për me evulos kënaqësinë dhe sigurinë ndaj besimtarëve, Allah thotë: "Wa waqahum adhab al-jahim." Dhe Allahu xhallahu ala ka vendos pengesa të patikalueshme që i mbrojnë besimtarët nga zjarri i xhenemit apo. Në ju e suprek kurrë i xhenem. Ai që kaluat mi të, ose kanë me kaluar gjithë për mi të, ai që e pat, ai që disa të tjerë tashmë janë duke u dënuar në forma që i kemi përmend takimin e kaluar, ju s'keni të bëni fare me ta.